urbanisht. A nalëm që aty. Jem Shëngjin e tash në autostrada re për Veliboj. Shëngjinin. Shkoj në Veliboj. Nga Shqipëria, kjo është rruga e re për Veliboj Shëngjin që është hap. Kam pa shumë inqizime, mirë po tash e inqizoj vetë. Dhe shikoni këtë bukuri. Shikoni në atje. Apo shej poshtë atje. Por shikën detë Veliboj që ato plazha atje poshtë. Po shikët. Shikoj çfarë bukurie. Thuaj kem një uër tash. Si e kam pa, si lloj toneli që shë kam pa të Azari një video ka pas postu. Azar Shota i ratë Bravës. Shiko. Ja toneli. Rruga që nga e gjërë, si që është mendu, është e ngushtë në bazë viteve, mirë po që nga fantazi. Deti poshtë. Apo të pëlqenojnë? Po, Veliboja? Rruga reja? Po. Tash kemi aqit këngën e Diramës. Në Redin Kashë që ja ka kushtuar. Per Kosovo, per Shqipëri
thot pim kafën e mëngjesit në Velipoj. Pasi sa kam arrit. Velipoja më e mira, Velipoja 2025. Ku çdo vit vi, si vjet ishte rruga e re. Se është rregullu Shëngjin Velipoj. Qeverisjen e Edi Ramës. Po edhe në kod Berishës janë bërë punë të mëdha, është ndërtuar autostrada për Kosovë. Si do që t'jetë, Shqipëria vetëm para po ecë. Deti tash është mbushur për plot. Një dhom hoteli kushton 40-50 euro në Velipoj. Qadra 3 rendet e para 700 lek apo 7 euro, ndërsa pas rendit tret 5 euro. Kafën të plazhi me pime 150 lek. Minja u knoqen ma mirë se në Shqipëri nuk gjenë askund botë. Ja, Shqipja ku më valon atje. Shqipëria ndruar, sot e bërë realitet.